sa kompani ndërtuese I keni mbyllur gjatë kësaj kohë? Fakt, ne s'kem mbyll asnjë kompani ndërtuese, ne kemi ndalu punimet në mungesë të respektimit të kushteve të sigurisë së punës. Domethënë është nga rreth 320 inspektime dhe reinspektime. Numri total I kantierëve ndërtimor ku janë vendosur shenja Bllëmbuza së Shirit është rreth 106. Janë rreth 27 ose 30 që janë rihapur sepse kanë plotësuar kushtet e sigurisë në punë. Domethënë kjo është krejt çështja që ne po e bëjmë. Domethënë ne në fakt nuk mbyllim kompani, po ne korrektojmë, bashkëpunojmë me qëllim që qytetari jeta e tij të jetë në qendër të vëmendjes sepse ky është mandati jonë. Unë besoj që edhe sepse nuk është korrekt mbase që të themi vetëm kompani ndërtimore, po flasim edhe për subjekte tjera, po kësaj radhe kryesisht është në profilin me rrezikshmëri të lartë sepse statistika zyrtare nxjerrin këtë situatë. Dhe mbi bazën e kësaj ne veprojmë. Përndryshe ne kemi pasur bashkëpunim të vazhdueshëm, komunikim korrekt, kemi pasur edhe takim me shoqatë ndërtimore para disa ditëve në ministri bashkë me ministrin dhe po e kryjm punën tonë. Gjatë inspektimit të cilat e keni pasur gjatë kohëve të fundit, cilat kanë qenë ato mangësitë të cilat I keni gjetur gjatë punës në kompani ndërtuese? Aty janë detaje të cilat I takojnë inspektorëve, por ne si kornizë ligjore, domethënë e kemi nxjerrën plan të veprimit që janë produkti legjislacionit në fuqi, ku inspektorët nxjerrën në proces verbalin vendimet e tyre, detaje teknike të plotësimit ose mos plotësimit të kushteve. Pra ato ju takojnë inspektorëve dhe jo mua si kryeinspektor. A ka pasur raste kur punëtori vet ka vendosur të mos vendos për shembull helmetën, të refuzoj mjetet e punës? Unë nuk e përjashtoj që ka pasur raste të tilla, sepse këto janë edhe publike, po them para këto janë detaje që mund t'i shihni që janë mbase me kërkesën e juve. Janë të çastshme secili dokumentacion, secili vendim për ndalim punimeve që është në Inspektoratin Qendror të Punës. Por disa janë në proces, deri në epilogun final të çështjes. A ka mjaftueshëm inspektoriat në terren? Kem absolutisht mjaftueshëm për këtë aksion dhe ne kem thonë që jemi në 90% kapaciteteve tona që po e zbatojmë këtë aksion. Inspektorati Qendror I Punës marrë në tërësi mandatin e tij ligjor që mbulon ligjet specifike dhe disa dispozita ligjore të ligjeve për mbikëqyrjen dhe implementimin e tyre, nuk ka mjaftueshëm, po jemi në proces të besoj të një kohë sa më të shkurtër, në një tahë më të afërt që të shpallet konkursi edhe për një numër rreth 40 ose 50 inspektor për ta plotësuar në tërësi mandatin ligjor. Nuk do të thotë që s'po e zbatojmë tani, por natyrisht kërkon pak kohë sepse kur koncentrohesh në një profil tjetër, do në ma shumë kohë që të trajtojnë çështje tjera. Por po, tani për tani terren kemi mjaftueshëm absolutisht inspektor. Faleminderit.